Basri Rexha, një burr nga Mitrovica dhe një nga të burgosurit e Požarevcit, i cili ka qenë shok që e lije me liderin e vetvendosjes, Albin Kurtin, rrëfeja në një intervistë ekskluzive detajet e një faqeje të rëndë të historisë së Kosovës. Rexha flet se si e ka njohur Albin Kurtin brenda qelisë dhe si u ra dyer për vdekje, e po ashtu si u arrit të merrte veten. Burgu ndodhej në qytetin e Požarevcit në Serbi. Ai burg është mbushur me të arrestuarit dhe të dënuarit e tjerë shqiptar nga të gjitha kampet e riedukimit të Kosovës, sepse serbët pas tërheqjes na morën me vete në Serbi. Albini ka qenë fillimisht në burgun famkeq të Lipjanit. Aty është torturuar në mënyrë më barbare, është rrahur rënd, kurse në mbrëmje, kur është nënshkruar marrëveshja e Kumanovës, është nxjerr nga dhoma prej shkijeve, të cilët e kanë rrahur me shufra drurit shmendurisht. Më 9 qershor 1999 është firmosur marrëveshja e Kumanovës. Atë mbrëmje gardianat nisën grumbullimin e të burgosurve nëpër dhoma dhe në mëngjesin e datës 10 qershor kanë kryer deportimin tonë në Serbi. Në tortura të rënda fizike, në goditje me mjete të ndryshme, shkopin gome, me grushta e shelma, shufra hekuri e litar gome, na kanë rrahur vazhdimisht gardianët, të cilët shanin e bërtisnin ndaj nesh si të çmendur. Pastaj të nesërme na kanë lidhur 2 nga 2 dhe na kanë futur në autobus. Gjithë ditën deri në mbrëmje vonë, ashtu në rrajën e tortura, janë nisur autobusët. Nuk dinim se ku po na çonin, ku do të përfundonim. Rrugës janë dalur autobusët, e kemi dëgjuar se gardianët hamendin dhe disa prej tyre kërkonin të na ndalnin te furrat e xehoreve të Trepçës në Zveçan. Gardianët grindeshin nga mosmarrveshjet mes tyre e në fund autobusët u nisën prap. Rrugës autobusi ndalej kur takonim kolonat e ushtrisë serbe në tërheqje, e ndodhi të futeshin edhe ushtar në autobus, ku u shfrynin mlef ndaj nesh me goditje, sharje e britma. Ne kishim urdhër që ashtu të lidhur të mos shikonim as majtas as djathtas, por të mbanim kokën ulur. Në mbrëmje vonë, autobuset kanë arritur në një vend dhe janë dalur. Jashtë dëgjoheshin britma, sharje serbisht e vaje njerëzish. Para autobusit tonë akoma të mbyllur kishte një grumbull njerëzish që kishin krijuar një korridor të gjatë deri para godinave. Gardianët hapën derën e parë të autobusit dhe filluan të na nxjerrin jashtë. Nga dera e autobusit ne futeshim në atë korridor njerëzish të çmendur, gardian të burgosur ordiner që e përbënin. Ata na godisnin pa ndërprerë me shkelma, grushta, shkopi, ndruri e shufra hekuri. Ashtu të tmerruar na zbardhi ditëra e nesërme, e cila fatkeqësisht nuk ishte zbardhur për 2 shqiptar si ne. Ata vdiqën, njërin e mbytën atë mbrëmje, kurse tjetri vdiq në mëngjes nga goditjet e pësuara. Mes nesh kishte të lënduar rënd. Të plagosur pam njërin nga ne që ishte rënd, i rrahur për vdekje, ishte Albin Kurti, që nuk na pan syt në trupin e tij. Filluam t'i sjellim ndonjë leck nga rrobat tona për t'ia zbutur lëkurën e pjesët e trupit, i tërë ishte nxirr. E mbajtëm nën përkujdesin intensiv për 2 javë të tëra, i shtruam 10 batanie nën trup. Krevate nuk kishte në fillim, flinim në dysheme mbi fleta stiroli, prej më pak se 5 cm të trasha. Vetëm pas 2 javësh Albini e mori veten, ndërkohë që u deshën disa javë të tjera që ai të ecte me këmbët e veta. Megjithse mezi fliste, Albini realisht na jepte kurajo. E them jo se ai është i madh sot, por është e vërteta, ishte i ri. Ne të tmerruar ai thoshte se do të dalim shpejt. O djem, kjo është Serbia, kështu kanë hequr dhe të parët tanë, por ja kanë dalë, kështu fjalë është thoshte vazhdimisht. Mes nesh kishte të lënduar rënd, të plagosur pam njërin nga ne që ishte rënd, i rrahur për vdekje, ishte Albin Kurti, që nuk na pan syt në trupin e tij. Filluam t'i sjellim ndonjë leck nga rrobat tona për t'ia zbutur lëkurën e pjesët e trupit, i tërë ishte nxirr. E mbajtëm nën përkujdesin intensiv për 2 javë të tëra, i shtruam 10 batanie nën trup. Krevate nuk kishte në fillim, flinim në dysheme mbi fleta stiroli, prej më pak se 5 cm të trasha. Vetëm pas 2 javësh Albini e mori veten, ndërkohë që u deshën disa javë të tjera që ai të ecte me këmbët e veta. Megjithse mezi fliste, Albini realisht na jepte kurajo. E them jo se ai është i madh sot, por është e vërteta, ishte i ri. Ne të tmerruar ai thoshte se do të dalim shpejt. O djem, kjo është Serbia, kështu kanë hequr dhe të parët tanë, por ja kanë dalë, kështu fjalë është thoshte vazhdimisht. Vetëm pas 2 muajsh në burgun e Požarevcit ka ardhur kryqi i kuq i Gjenevës dhe na ka regjistruar. Në dhomën tonë kanë qenë të burgosur në një hapësirë prej 10 metra shkatror. Gjatë kohës sa ishim të paregjistruar dhe kur pushuan rrajet e gardianëve, Albini thoshte me humor: "Keq kur s'po na rrajnë, duket sikur edhe UDB-ja na ka harruar." Në atë kohë u bë viral fjalimi Albin Kurtit kur disa media amerikane erdhën në burg.
I pyetur për fjalimin e Albin Kurtit që u bë viral pasi disa media amerikane u futën në këtë burg, ai thotë: "Ishte fakti pamohueshëm që Albini mbjetoi fal interesimit për të nga të huaj dhe mediat botërore. Mund të them se Albini është një djalë me një kapacitet të jashtëzakonshëm njerëzor dhe intelektual, një njohës i shkëlqyer i gjuhës angleze. Të huajt sigurisht që edhe padjeninë e Albinit edhe tonën kanë bërë presion tek autoritetet serbe që Albini e ne të dalim gjallë nga aty." Në burg Albini komunikuese i dashur me secilin, frymëzues dhe inkurajues. Megjithëse ka qenë i burgosur i më i vëzhguar ndër ne, e fyeni në çdo lloj forme, ai nuk është tërhequr. Albini nuk e kanë lënë asnjëherë që të bëjë ndonjë aktivitet apo punë të detyrueshme në natyrë të hapur, e mbani mbyllur vazhdimisht. Aq rënd është rrahur ai kur është kthyer nga procesi gjyqësor i Nishit Saua Livanos 2 herë. Unë jam arrestuar me 24 korrik 1998 dhe pas vuajtjes së dënimit për 20 muajve jam liruar me 24 mars të vitit 2000, kurse Albini është mbajtur deri në janar të vitit 2002. Gjatë gjithë kohës mbaj Albini në burg. Në Kosovë kemi organizuar tubime protestues për lirimin e tij dhe të burgosurve të tjerë. Ai u lirua nën përcjelljen e kryqit të kuq të Gjenevës. Kushtet e burgut kanë qenë të tmerrshme, kishin parazit, morra në trupe batanie. Albini shpesh bënte humor. Të gjithë njësoj jemi, prandaj edhe morra dhe zhukën të njëjti kemi. Lashim jashtë me ujë të ftohtë shpesh. Duhet të lashim shpejt se ndryshe na rrihnin, madje dikush mbetej pa zhveshur.